Ne kemi mësuar në Shqipëri që nuk është taksuar, përveç qytetit Tiranës që ka pasur dinamikat, ka pasur pak më tepër, po themi, reflektim të rritjes së vlerës së pronës, shtrëngim për përfshirje e taksës në faturën e ujit, po themi. Në qytete të tjera nuk është mbledhur tamam kjo, edhe për faktin sepse vetëm qyteti i Tiranës i ka disi më të përafruara vlerët e pronave me realitetin e tregut, ndërkohë që pjesa tjetër e Shqipërisë fatkeqësisht i ka totalisht jashtë realitetit çmimet e referencës. Kështu që është e prishme, mendoj që po, duhet të kemi një reformë të taksimit të pasurisë paluajtshme. A është e drejtë ky version që kemi? Mendoj që ha diskutim. Pra mund të bëhet shkon në drejtimin e dur, por mund të bëhet më i drejtë si sistem. E them këtë gjë që shkon në drejtimin e dur, sepse lëvizin nga një format hibrid që kemi aktualisht, ku ndërtesa taksohet me vlerë dhe toka taksohet me metra katror, taksohet, po themi, sipas metra katror, të dy komponentët, pra të gjitha komponentët, të gjitha tipologjitë e pronave do shkojnë në drejtimin e taksimit me vlerën sa më përafërt të tregut. Ka një drejtim, që është drejtimi i dur. Ndërkohë që kur flasim për kategorizimin dhe për përjashtimet, mendoj që mund të bëjmë më mirë. E para, mund të përfshijmë disa kategori të tjera, përjashtimi, siç janë nënat e divorcuara, po them, që kanë ngarkesë fëmijë, apo nënat e veja, apo aty ku në familje ka fëmijë jetim, apo aty ku në familje ka fëmijë të cilët trajtohen me ndihmë të veçantë për sa i përket aftësive të kufizuara apo aftësive të ndryshme, pra mund përfshihet pak më tepër të bëhet më larmishme kategoria e përjashtimeve dhe mund të ketë komponentë të cilët e shtyn në kohë pagesën e taksës deri në momentin e